Dhe tani, uj më keq se kur, se u thoshte pensionet rogat. Dhe tani, në qoftë se rritet pensioni minimal aq, Shqipëria bjen katastrofë. Nuk përmendot të vëshën e ushqimeve që do ulte. Pa çka se çmimet kanë shkuar në stratosferë. S'përmendot asgjë, asnjë premtim se që të gjitha janë mashtrime. Por mbi të gjitha, forcat tona politike janë forcat interesit kombëtar. Ne zbashku përfaqësojmë interesin kombëtar të qytetarëve shqiptar. Çfarë përfaqëson ai? Çfarë përfaqëson ai? Ai përfaqëson armikun, një nga armiqtë më të egër të kombit në të gjitha kohrat. Ai përfaqëson njeriu. Ai përfaqëson njeriu që në 12 vite qeverisje përzuri nga Shqipëria 45% shqiptarve ndaj dhe u etiketuar si pashiqi i Tiranës. Ai përfaqëson njeriu e parë në Europë që vuri sankcione shtetit pavarur të Kosovës për llogarit Beogradit. Miq, kush ka lexuar histori do të gjejë aty se Enver Hoxha i shkruante Stalinit, i thoshte shoku Stalin, Kosovën e la me Titon, me Jugoslavin, se me e sigurt, thot, me e sigurt me Jugoslavin, dhe mendja na thot se vepruam drejt. Edi Rama, Kosovën e la me Vučićin, Edi Rama ushtruan një argat Vučićit. Dy ditë më parë Departamenti i Shtetit dënoi. Sekretari Marco Rubio dënoi Dodikun. Edi Rama hesh si fije e barit për aktet e tij destabilizuese. Pra, kemi të bëjmë në këta aspekt shpëtimin e Shqipërisë nga një rrezik madhor antikombëtar që rrallë ka patur në histori si që është Edi Rama. Edhe njëherë, ne kemi paraqitur para shqiptarve programin më të bukur, programin më të mirë, programin e një Shqipërie vërtet madhështore. Shqiptarët duhet ta dinë ku e nisim ne këtë. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga mospasja, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk